Mi mbrëma të dashur bashkëdhetar shqiptar, sot ditë e shtunë, njoftoj gjithë shqiptarët ku ndodhen në përbot, emigrantët e shumëvojtur dhe të quajtur intelektualet që janë në tokën shqiptare, që janë në gjumë. Të dashur shqiptarë, unë njoftoj gjithë shqiptarët, për arsye na kanë kërkuar me çdo kusht që ne të dalëm në publik për një miting paqësor. Ju e shikoni dhe vetë, mitingu paqësor është për shqiptarët, është për të gjithë krahinat e Shqipërisë, për të gjithë kufijt natyror, Maqedoni, Malizi, Kosovë, Shqipëri dhe për tokën e djegur të Çamërisë. Shqiptarë të dashur, ne po dalëm për hatrin tuaj në publik, po dalëm para Skënderbeut, para herojt të kombit. Për arsye deri tani nuk e kam përfillur Skënderbeun 32 vjet. Çfarë nuk kanë thënë për patriotin ton, kurse për bolshevikët që kanë ngritur skriptura në çdo vend të tokës shqiptare, për bolshevikët rus, serb dhe grek, e kanë bërë të madhe. Pse them grek? S'ka lënë vend në tokën e Shqipërisë në jug, duke ngritur varre greke, duke ngritur kisha vetëm Shkopin Kryq me të 4 anët. Të dashur shqiptar, erdhi koha e juaj, erdhi koha e jonë, erdhi koha e shqiptarve që kemi 100 vjet, që na kanë mashtruar, na kanë vrarë, qas nuk na kanë bërë. Kanë ndarë vëllan nga vëllau, motër nga vëllan. Prandaj kjo është thirrja ime, thirrja nga zemra, të dalën gjithë shqiptarët, duke pushtuar me njëri tjetrin, duke ngritur dollin me ujë për shirimin e Shqipërisë prej 100 vjet. Pse e themi 100 vjet, dashur bashkëdhetar shqiptar? 46 vjet me regjim bolshevik komunist. Shqiptarët punuan si skllëvër, pa dallim, ushtria apo populli, që fliste në emër komunist me bënte popull. Kanë punuar gradis, natë e ditë, në për fabrika, në për ekurudha, dhe kur erdhi fundi, gjoja me demokraci mbas 90-s, i intrenuan më keq, i përbuzën, i mashtruan me një pension $80 dhe $40, që kanë punuar gjithë jetën në për kooperativa dhe në për fermë. Shqipëria të dashur, shqiptar, ju e dini më mirë se mua, sidomos ju pensionistët. Ju e dini që gjithë Shqipëria ka punuar në për kooperativa dhe në për fermë. Po ashtu ka punuar gradis duke bërë hekurudha, duke bërë fabrika, trashe. Gjoja do vinte armiku dhe bunkere, qimenton e dynjas. Pra të dashur bashkëdhetar, unë u detyrova, nga klikimet e shumta që kanë bërë, do t'i shihni nesër, të hënën, në falin të hënën, sidomos në TikTok, janë 3,5 milion, do t'i shihni originalet, sidomos në YouTube, janë 2,5 milion. Dhe shumica kërkojnë që ne të dalëm pranë Skënderbeut të festojmë ditën e çlirimit nga 2 parti të bolshevike. Ne nuk flasëm në emër të partive, ne flasëm në emër të Shqipërisë, në emër të shpresës të kombit, që është që kemi krijuar ne dhe qeverinë teknike. Në emër të shqiptarëve, ashtu si kam thënë gjithmonë, Amerika është me shqiptarët e jo me partit. E patë edhe vetë, 2 ditë më parë,
Ajo ambasada që ju e quani në gjumë, ajo ambasada që Amerikanë që e quani ju s'ka ambasador. Nancy është ambasadore e Amerikës në ambasadën të bukur, ambasadën amerikane, që valvon flamuri. Vetëm në ambasadën amerikane valon flamuri shqiptar dhe amerikan i qetë, kurse në përqevri. Në përqytete, flamuri shqiptar është bërë si zhupë, i grisur, nuk din as të hapën dhe as të mbyllën, po e len në atë ditë, i ka dalë dhe boja. E ka len qëllimisht, sepse nuk e duan flamurin shqiptar, flamurin e kombit ton, flamurin kuqezi, me shqiponjën krenare që është e zezë, është mërzitur, me gjakun e derdhur që është me sfontin e kuq. Të dashur shqiptar, ne përsëri e kemi në skenë thirrjen ton të bukur, mbledhje e kombit shqiptar. Unë u them arsimtarve, intelektualve, studentëve në Tiranë e kudo që janë, e ani më 13 qershor. Unë i them policisë, kudo që janë, e ani vëllezër, që për ju po vete më 13 qershor. Po vete për policinë, sepse policia është me sklavruar e këtij kombit shqiptar. Është me turpruar e këtij kombit shqiptar, që edhe veshje e tyre është e pasakt, është e pist, sepse nuk u japën që të ndërrojnë kostumet e policisë, që të ndërrojnë kapelën gjithmonë me shqiponjën krenare. Nuk e duan të pastër, këto dy parti, i patë dhe vetë. U kam thënë gjithmonë me fakte që janë të dyja bashkë. E provuan dhe partia që vajtën në parlament këtë e thonë nuk pranoj votat, në të kundrën vende bistoj. Po ashtu sot kanë deklaruar që pranojnë dhe të bashkojnë të dyja përsëri. Të dashur shqiptar, sa t'jenë gjallë shqiptarët, e kam fjallën për 97% të popullit shqiptar që është në Shqipëri. Janë kundra këtyre partive, sepse 97% vuajnë për copën e bukës. Unë u bëj thirrje të dashur shqiptar, e jani më 13 qershor, në orën 6. Pranë Skënderbeut të përkulemi, pranë herojt të kombit, pranë herojt të kombit që pavarësisht se u muar i vogël peng nga Turqia, por u kthe përsëri. Tamam, si emigracioni ka 32 vjet të rinj të reja, me lot në sy, po kthehen në tokën e Shqipërisë. Ja pra si vjen. Ja pra, sërbët, rusët, grekët, francezët, armiqtë tonë shekullor, jemi gjallë. Kudo që të kemi shkuar, përsëri kthehemi në tokën shqiptare. Ashtu si u kthe Skënderbeu. Iku fëmijë, erdhi trim. Ashtu ka 34 vjet, kanë ikur foshnjë në Itali, në Evropë, Francë, në atë Francën e mallkuar, që na shkatërrovi. Greqi, kudo që vend, do kthehen 40 vjeçar. Ja pra, ikën fëmijë, po përsëri kthehen. Prindërit e tyre ishin 30 vjet, do kthehen 65 vjet. Ta festojnë ditën më të bukur të Shqipërisë. Ta festojnë këtë ditë. Ta festojnë ditën e çlirimit. Student, mësues, arsimtar, kudo që ndodhin në këtë botë, Kosova ime, e dashur që keni shumë ditë që nuk zgjidhni dot parlamentin. Ejani me flamur në dorë, me flamur amerikan dhe me flamur shqiptar. Më dorën e djathtë bani flamur shqiptar që është me shekuj. Në dorën e majtë bani flamur amerikan që është prej 300 vjet. Dhe nga shqiptarët është bërë ajo pasuri që ndodhe sot. Dhe shqiptarët kanë qenë president, kanë qenë udhëheqës dhe janë. E do t'jenë.
derisa të bëjmë Shqipërinë një Amerikë të vogël në zemër të Evropës ku ne ndodhem. Pra të dashur shqiptar, ejani më datën 13. Ejani vëllezër, të takoheni ju Geveri, lindje dhe perëndim. Ejani Malizi, trimat e Malit të Zi, princat, me sheku i kanë luftuar, ajo është toka e jonë. Ejani Kosovë e dashur, ejani sa më parë më 13, të ngrem flamur pranë Skënderbeut, të betojemi pranë Skënderbeut, se nuk do kemi me hasëmri njeri me tjetrin, të takojmë vëlla me vëlla, ne i kanë bërë të huaj, të takohet motra me vëllan, të takohet baba edhe gjyshi me nipin, të shojnë një herë, të takohet nëna që është veshur me të zeza, pret në dera, të takohet dhe kafsha të shoj shqiptarët që kthejnë në tokën e saj. Ashtu si u kthye Skënderbeu, ashtu si i bashkovi princat e Shqipërisë, kur jemi të bashkuar. Mja të dashur shqiptar me parti. Pavarësisht se unë i kam vënë emrin parti përpara, sepse ai ligji 7500, ligji bolshevik, donte t'i vënje emrin përpara në gjykat. Po që është shpresa e komit, pastaj quhet parti dhe kam vënë me të vogla, parti, shpresa e kombit. Që është shpresa e kombit? Mja të dashur shqiptar me parti. Mja të dashur shqiptar, ejani të mini Shqipërinë. Ka të gjitha që janë të ngritur, janë tuaja të dashur shqiptar. Ja pra, ejani më 13 qershor. Ejani të dashur shqiptar. Ejani polic, nga do që jeni në tokën shqiptare, ejani të festojmë ma ditë, është pace. Mos kujtoni si këto dy partit që bëjnë rëmuj, godasën policin, godasën shqiponjë që kanë në balë, ajo shqiponja krenare. Ejani të dashur shqiptar, po e përsërit 1000 herë. Ejani se fëmijët tuaj kanë erdhur. Po vinë për ditë, janë intelektual, din nga 7 gjuhë në për Evropë. Ejani shqiptar, ejani ta shijojmë Shqipërinë, ejani t'i gëzoni fëmijë, si më tha një dikur, para disa ditë, i dua fëmijët t'u marrë erë. Ti marrë erë që bie erë fëmijë shqiptari. Nuk e kemi zakon të jetojmë me fëmijët tonë në përbot. Nuk thonë kot, pleqt e vjetër, guri, kur rrotullohet dhe në fund është cop-cop. Ejani kemi zakonet të bukura, ejani kemi zakonet që kanë ngelur me shekuj, martohet djali me vajzën, ditë gëzimi. Smudet të dashur shqiptar, ajo Evropë, me disa shtete të mallkuara, të na bëj neve ligje të reja, si që martohen ata, burr me burr, e gra me gra, jo në tokën shqiptare. Kemi zakon, e zakoni kanunit. A i zakoni kanunit është bërë ky program të dashur shqiptar Shqip. Ky është kushtetuta amerikane, kjo është kushtetuta në gjuhën shqipe. Dashur shqiptar, ejani të bëjmë një urë midis Amerikës Oqeanit dhe tokës të coptuar shqiptare. Ejani që erdhi koha jonë e bashkimit me kufi natyror. Duan, o s'duan, Shqiponja do valvoj. Do valvoj edhe një herë, deni si qeli, deni në bartë Italisë është tona. Ajo qamëri, nuk e harroj ba qamërin e bukur, sa emër të bukur ka. Ejani të dashur shqiptar, u bi një thirrje këngëtorëve, që këndojnë në Shqipëri dhe po bëhen cop, shkojnë dhe këndojnë në përdasma. Jo të dashur shqiptar, jo të dashur këngëtor, të rinj e të reja. Ejani pra më 13 qershor, të këndoni këngën e flamurit, këngën e nënës që pret fëmijët për të detit,
këngën e Çamrisë që e coptuan, këngën e Kosovës që ne ka lënë mjan, këngën e Maqedonisë që është Maqedonia Aleksi, këngën e Malit të Zi, princat e Malit të Zi. Është toka jonë. Është toka jonë të dashur shqiptar. Të gjithë duhet të jemi bashkë. Ljerni partit mjan për çfarës? Ato parti kanë bërë vetëm udhëheqësat e tyre, të quajtur udhëheqës, pa ata janë ignorant. Ata janë alfabet. Ata janë anti-shqiptar. Nuk e kanë fjalën për antarët të PD-s o të PS-s. Nuk ka as PD as PS, po ka vetëm Shqipëri. Vetëm Shqipëri. Pra, EAN-i me datën 13 qershor, të dashur shqiptar, EAN-i me këtë flamur, i mbani të dy, me të djathtë të shqiptarin, me të majtë amerikan. EAN-i shqiptar, silli flamur në dorë, EAN-i ta festojnë me ujë. Të gjithë dyqanet janë pranë Skënderbeut, ujpni shqiptarëve ujë. Të dashur shqiptar, miru pafshim me 13, përsëri të hen, kemi të njëjtin mision, disa tradhtar mund të thonë, po të njëjtin po flet Pilinçi, po, të njëjtin po flas. Edhe atë që keni dërmend, që pse sa arrestojnë, të gjithë do arrestojnë, nuk kanë kuven, kanë filluar pagojnë para jashtë tokës shqiptare, por këtu do vinë. Unë kam thënë dhe u them. Amerika është me shqiptarët, nuk është me partit bolshevike. Ambasada amerikane është e hapur, ambasadorja është në fuqi. Pavarësi se thonë disa, Nancy nuk është ambasadore, po u them unë, hapur, ajo është ambasadore. Ajo është amerikane, puro amerikane gjysë të gjyshi. Ajo është patriote, ashtu si ambasadorët e tjerë. Ajo ka linë në Amerikë, gjysë të gjyshi. Është amerikane. Është intelektuale. U dha lajmin. Ashtu si që keni thënë me ironi dy partit të hani barë. Ja po a them mund tani. Të dyja partit ajo tha të hani barë, kurse unë do them do hani burgun. E do të shini, nëse keni mundësi, pyeteni Ilirin çfarë bën në burg. Pyeteni dhe kryetare e bashkisë. Të dashur shqiptar, miru pafshim, më 13. Përsëri në orën 6 të henën, do themi shumë gjëra të reja, po përsëri do të përmendëm 13 qershori. Natën e mirë të dashur shqiptar, miru pafshim nesër të henën, më falni, në orën 6. Do shihni shumë nga ministrat të dalën përsëri, siç doli dhe ministri dje. Natën e mirë, flini të qetë, do jeni të lirë shumë shpejt, deri më sot ju jeni të burgosur, 97%. Natën e mirë, vëllezër të mi. Natën e mirë të rinj të reja. EAN-i në tokën shqiptare. Natën e mirë.